Deputetët janë ata të cilët përmes instrumenteve politike arrin që ta përcjellin, ta kontrollojnë, ta menaxhojnë dhe ta kontrollojnë punën e qeverisë. Pse kjo situatë e tillë? Kujt po i konvenon që mos të kontrollohet puna e qeverisë? Pse nuk duhet ta kontrollojmë ne si deputet? Jemi zgjedhur që ta kontrollojmë punën e qeverisë Republikës Kosovës. Çfarë po ndodh me ministritë? Me gjitha ato vendime që po mirën dhe ne jemi në heshtje, jemi si ta them, në një situatë tillë që nuk e dim çfarë po ndodh, sepse nuk po kemi qasje. E keni parasysh? Dhe pse kjo po ndodh? Albulina Algju pak më parë veç e ka një pronëzim për mediave për fat që në shkrimet e mbledhura nga opozita nuk janë procesuar kryesuesi i kuvendit. Ata informacione a janë procesuar këto në shkrime, sepse ta që po të procesoheshin do të merresh aktivist edhe në kushte normale ata do duhet ta firmin seancën, sepse janë përgjegjës për ta firë seancën e kuvendit për konstituim të kuvendit të Republikës Kosovës. Po ta mendonin seriozisht gjithë këtë vend, këtë shtet, do duhet ishin dje aty dhe ta thirrnin dhe mos ta lejonin edhe që të ishte dita e fundit, sepse pse duhet ta lejojmë? Pse duhet të bëjmë këto gjëra? Pse? Diçka po fshihet këtu, sipas mendimit tim personal. Diçka këtu është duke u fshehur. Pse nuk duhet deputeti i Republikës Kosovës, i cili ka marrë mandat nga qytetari, të mos e bëj punën e tij? Të mos e kontrolloj punën e qeverisë Republikës Kosovës. Pse? Unë sot kam marrë edhe një kërcënim në Facebook nga një person që dyshohet që është i afërt me lëvizjen vetëvendosje dhe po u them publikisht që sot do të mirem me këtë dhe do ta dërgoj në polici, do të bëj kallëzim penal, sepse duhet ta kuptoj secili që nuk mund ta ndal zërin të drejtën e të vërtetën e këtij vendi. Prandaj kushdo që mundohet me mënyra të tilla, me frika, me shantazhe, ta ndal zërin e deputetit të ka gabim. Aq më shumë në mua.